kur nuk i ecë një punë e mirë, kur për shembull nuk i përgjigjet Allah në ndonjë dua, po falna, po ngjynoj, haram s'kum bo, se di pse. Qështu kur thot për shembull, apo lavdërohet apo qortohet? Para Allahut apo lavdërohet? Apo lavdërohet. Sa e s'po thot për shembull, s'po thot me siguri dikon në kum shkele, kum bo, s'po thot qështu, pse po i përmen punë të mira? Pse po don, domethënë, me u lavdëru para Allahu xhalla xhelalu që me një anë unë jam i kënaqur me caktimin tënë, ama nuk po di pse po më bëva kjo çka. E qysh lidhet kjo me vetë, a lidhet? Edhe i kënaqur me caktimin të Allahut, edhe Allah din më së miri, jo Allah din më së miri. Ama masoj apo ti ka një rresht, s'nalet topër. Ama zi pse interesant, këtë pi bëj atë. Atë sa bëva kjo shumë pyetje vjen apo të njerëzve, ato që çka s'po shkojnë po mirë, të vallë këtë pi bëj atë. Krejt? Jo, s'din sa që këtë pi bën më loptë. Ti ku ke mirë ti? Apo? Ti ke mirë? Ande Allah çka, fala tuzaku anfusakum. Mos e lavdroni vetën e juaj, apo me pretendime se po i bëni punë, se me bëmi angjë sa si bëni hor bohën jam. Ande ku po e gjen arsyetimin e lavdimit? Ku po e gjen? Për shembull, a mund të jetë namazi jon arsye për të lavdruar për Allah se sa rap mirë këtë o Zot, i lëm me ti për të rap çiki jeptë. A mundesh me thënë Allah që shtop? Nuk mundesh Allah. Se namazi jon është Allah bëft hajr. Na falim si obligim, po me bë me i në rëngjenet veç njerëzve, jo të Allah xhallahu ala për shembull. Qysh kish me vlerësu namazin ton për shembull Evzai rahimullah, Sufjan al-Thauri rahimullah, dhe këta. Ose Omeri radhiyallahu anhu, shkëmë me hinë gjemira pa të falë apo. Dhe të vëzër, fala tuzaku anfusakum. Gjithmonë kuptoj se ka hapësira për me qortu veten, për me një keqardhje, për pendim. Për të arsye ku mos më se procesi i largimit nga mëkatet dhe përmirësimit është fazë e përmbyllur. Tash veç po i pres begatitë e Allahut deri në vdekje dhe pastaj me vazhdon në xhenet. Jo, vëllai, sa ç'është Allah. Gjithmonë që janë përmirësuar, gjithmonë që janë rregulluar.